Në kuadër të këtij projekti janë realizuar shumë aktivitete, si promovime, domethënë të zonës së mbrojtur, infrastruktur, pra ngritja e një qendre informimi për promovimin e zonës së mbrojtur dhe për promovimin e turizmit të qëndrueshëm, që do jetë përfitim direkt për banorët lokal të zonës. Gjithashtu është kontraktuar ose bler një pajisje për pastrimin e liçenit. Ky projekt për liçenin ka dy ndikime kryesore, ka ndikim pozitiv nga ana natyrore dhe ndikim pozitiv nga ana turistike. Unë do të vijoj me falënderimin edhe për gjithë partnerët ndërkombëtar që e kanë mbështetur këtë projekt, por edhe për gjitha organizatat lokale, mbi gjitha edhe institucionet, qoftë ato lokale, qoftë edhe institucionet qendrore, për vizionin e mbështetjes dhe zhvillimit të këtij projekti, dhe pse jo, ne jemi të hapur edhe shprehim angazhimin tonë si institucion që të bëhemi pjesë e vijshmërisë së këtyre projekteve.